Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë një deklaratë të bujshme që mund të interpretohet si një pranim indirekt i ligjshmërisë pavarësisë së Kosovës përmes referencës së tij ndaj vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Duke u përgjigjur gazetarëve ndërkombëtar në Kremlin, Putin përmendi vendimin e gjykatës mbi Kosovën për të mbështetur ligjërisht veprimet e Moskës në rajonet separatiste të Ukrainës Lindore. Kreu i Kremlinit e përdori këtë argument për të përkrahur shkëputjen e Donetskut dhe Luhanskut nga Ukraina, duke pretenduar se i njëjti parimi vetëvendosjes i zbatuar ndaj Kosovës duhet të vlejë edhe për këto rajone. Nuk ka qenë nevojshme që ato të kërkonin miratimin e Kievit për të ndarë. Ka një precedent të qartë atë të Kosovës, ku Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka konstatuar se një rajon mund të shpallë pavarësinë pa miratimin e autoriteteve qendrore, tha Putin, duke theksuar se ky vendim u mbështet nga SBA dhe vendet kryesore perëndimore. Putin shkoi më tej duke pretenduar se për 8 vite nuk e kishte njohur pavarësinë e Donbasit, pasi synonte një zgjidhje paqësore me Ukrainën, por sipas tij u detyrua të ndryrinte ushtarakisht pasi u bllokuan përpjekjet për marrëveshje. Në këtë kontekst ai risolli rastin e Kosovës për të kritikuar standardet e dyfishta të perëndimit. Gjykata Ndërkombëtare vendosi se rajoni që kërkon pavarësi nuk ka nevojë të marrë leje nga shteti am. Atëherë, pse kur e bëjnë të tjerët është e pranueshme, por jo kur ndodh në rastin ton? Rregullat duhet të jenë të njëjta për të gjithë, deklaroi Putin. Kjo është ndoshta hera e parë që një zyrtar i lartë rus përfshihet vetë presidentin. Referon me ton miratues ndaj vendimit të Gjykatës Ndërkombëtare për Kosovën, duke e konsideruar atë si themel për të drejtën ndërkombëtare të vendvendosjes.